situatën në opozit, si e shikon zoti Kthupi? Berisha ka thirrur, ka thirrur, domethënë të gjithë spektrin opozitar. Nesër. Ka refuzuar, nuk e di. Jo, i ka thirrur, i ka bërë ftesë, ka refuzuar Partia Mundësia e Agron Sheh. Ata që zgjodhen bashkë kandidatin e pavarur. Ka refuzuar Lëvizja Bashk, ka refuzuar Lapaj e Shqipëria Bëhet. Si e shikon këtë? Vetëm një kërkesë, Redi, megjithëse po flasim për PD-n, hiqet lutem këtë foton se nuk ka lidhje fare. Ver Kushnerin prapë. Ja hoqë Kushnerin. Ja i themi regjis. Ver Kushnerin. Si e shikon S'ka më është ekuacioni i PD-s dhe përpasoj pastaj dhe çfarë rrotullon ose satelitë që vinë rrotull PD-s është shumë i thjeshtë. Sa kohë është Berisha do kesh të gjithë. Ditën që Berisha do ta çlirojë PD-n nga pengmarrja që i ka bërë në 8 janar, nuk do të kesh, do të kesh një opozitë që merr frym, do të kesh një rigjallërohet, opozita rindërtohet, rikrijohet, gjitha këto me ri mund të shtojnë, por sa kohë këtë PD vazhdon e drejton Sali Berisha, PD-ja nuk do të dalë nga instikami ku është futur, një instikami i izolimit, i luftës kundër Spakut, përrjedhoj luftës kundër ndërkombëtarëve, dhe nuk do jetë në gjendje të prodhoj në asnjë rast një alternativë. Sa kohë mbetet Sali Berisha kryetar PD-ja? Ditën që Sali Berisha do vendos të largohet, dhe kur them largohet, do thotë jo largohet duke ulur një kerreshtin mbrapa, po të largohet realisht nga PD-ja, thotë që unë e kam kryer misionin tim PD dhe unë do ta lë këtë parti të eci me këmbët e saj. Atëherë mund të flasim për një parti demokratike. Deri ditën e Sali Berishës në partia është partia e Sali Berishës. Mund t'ja heqin fare emrin. Partia e Sali Berishës me 500.000 vota, faktor i padiskutueshëm në opozitë. Dhe po. Faktori lideri, partia kryesore e opozitës. Më kapi. Faktori i padiskutueshëm në opozitë. Po. Okej, është kjo opozita që po mban Ramën. Jo, këtë se tha, këtë po them unë, është një opozitë, është kjo opozita ndaj cilës është bërë një komplot i madh ndërkombëtar me Sorosin. Po ishte Lir Basha ai, nuk ishte Berisha. Dakord. Partia Demokratike ja doli që ti rezistoj këtij komploti dhe vazhdon betejën. Berisha ja doli të rezistoj këtij komploti. Dakord, partisë, po i them partisë Sali Berishës siç janë gjëra ndryshme këto. Sa është PD non grada më thosh. Kështu se po i trajton dia dy gjëra. Jo, unë po bëj tani, mirë. Avokatin komploti ndërkombëtar nuk ka ndodhur kur ishte Sali Berisha kryetar partie dhe jo kundër Sali Berishës, që ta sqarojmë për qytetarët. Komploti ka ndodhur kundër Lulzim Bashës kur Lulzim Basha ishte kryetar. Dhe PD-s. Kundër Partisë Demokratike pra. Lulzim Bashës dhe përrjedhoi dhe PD-s. Ishte individualisht me Lulzim Bashën, nuk ishte si kryetari i PD-s, jo si Lulzim Bashës. Tash më lër ta. Doni ta përgjigjesh me para ruse. Kur ti godet kokën e partisë, ke goditur gjithë partinë. Okej. Dhe mbas këtij fenomeni ndërkombëtarët thanë Sali Berisha është person non grata për ne, për 10.000 arsye që janë shënuar në gjithë dokumentat që janë bërë publik. Dhe ky individi Sali Berisha kthehet në krye të PD-s duke marrë peng PD-n. Sot është dhe 8 janar. Kjo është retorik politike duke marrë peng. Mirë, më lër ta them unë. Jo, dakord. Unë për mua e ka marrë peng o ti zotëri. Dakord. Se për sa kohë ti nuk je në gjendje të bësh zgjedhje brenda partisë. Sa kohë ti nuk je në gjendje ta rivitalizosh partinë, për sa kohë ti nuk ke meritokraci brenda partisë. Shpall armiq zëra ndryshe. Pengësh, ti mund të gjesh fjalë tjetër, për mua fjala që vlen është peng. Se peng e ka marrë. O zotëri dashur, në momentin që Sali Berisha çohet, dëgjoj një sekondë. Do ta jap me gjë konkrete fare. Në momentin që Sali Berisha çohet në mbledhjet e kryesisë PD-s dhe zgjedh Gazbardhin, Humsin e qarkut Fier, nën kryetar partie dhe kryetar të grupit parlamentar, ti e kupton se ku ka arritur partia më zotëri. Tu mbaroi historia. Tu mbaron çdo debat në raport me PD-n. Një parti që është në opozitë që do të vinë pushtet, se problemi që ka PD-ja është Berisha nuk do të vinë pushtet. Kur njerëzit ta kuptojnë këtë, do ta kuptojnë pse PD-ja është në gjendjen që është. Sali Berishës nuk i duhet pushteti, Sali Berishës i duhet opozita dhe për ta mbajtur partinë në opozitë duke qenë ai kryetar partie, ka vetëm një rrugë zgjidhje, të lërë në atë parti njerëzit që nuk kanë vlera. Dakord, kurse nëse do ta bëj avokatin e djallit, Partia Demokratike ja doli të bëj atë mbaroi punë. Ideja është Partia Demokratike mbaroi atë betejën e vet brenda për brenda, tani mori koston dhe faturën e asaj beteje në këtë zgjedhje, tani po bëhet gati për të përballur. Kur bëhet gati me 7 nëntor?
Denis, si e shikon? Që ishin zgjedhje, priti sekond se këtu e kam. Denis, si e shikon? U bë gati me 7 nëntor që ishin zgjedhjet lokale, që nuk kishte kandidat. Apo kandidatët që kishin për Bashkinë Tiranë. Kandidatët i dha siç i kërkojnë këta. Seriozisht e ke ti mo? Po, i duan, ato që thot Poli. Po ku ka parti politike? Ku ka parti politike që pretendon të një sekond. Ku ka parti politike që pretendon të vinë pushtet që thotë unë nuk kam kandidat mito, po i kam pavarur, po i mbështes. Ku ka logjik politike kjo mos e dritash? Një parti që politike që do të vinë pushtet lufton për çdo vot mo. Nuk e fal votën duke thënë ky kandidati për Tiranën, ti je kandidati pavarur. Seriozisht e ke ti? Po kush si dash ka të vinë në pushtet kjo partia? Denis, si e shikon situatën e opozitë? Jo, unë dua për sa i përket PD-s dhe Berishës është diçka e njohur, s'ke qa thua më, është një parti jashtë loje komplet, madje edhe vetë demokratë kanë nisur ta kuptojnë sepse shoh tani është Berisha jashtë loje, os pak, domethënë, ja fut kot që po arreston treqerekun e qeverisë. Lajmi nesër dikush është. Po, do ma leshtë se në spaku arreston treqerekun e qeverisë dhe opozita proteston të hënën. Dhe në orën 6 fiks. Opozita që do të pa njerëz. Jo, e kam të teza. E kam të teza. Është faji opozitës, është faji korrupsionit. Nga këtu e kupton. Është faji opozitës, është faji karteleve. Dy rruga. Nga fakti që opozita proteston me orar, dhe gjithmonë ja 4 ditë mbasi ndodh ngjarja. Tregon ose mbështet atë tezën e Armirit që thotë vetë që Rama ka rënë, po ka rënë mbi Berishën. Partia Demokratike kështu ka qenë gjithmonë dhe kështu ka. Partia Demokratike mund ta penalizoj raportet me Shtetet e Bashkuara dhe me ty jam dakord, po jo me qëndrimet. Jo, do ta them dhe pse me lejen tënde 30 sekonda. Tjetër, se un jam me 30 sekonda që do ta them. Dëgjoj një sekond. Një parti opozitare, kur nuk është gjendje të bëjë opozitën vet, krijon hapësirë që qytetarët të revoltohen. Kur ti nuk je në gjendje ta bësh opozitën, jep hapësirë qytetarëve. Partia Demokratike duke thirrur protestë mbas 2 ditësh, i mbylli hapësirën qytetarëve mo, se qytetarët mund dilnin protestonin për atë që bën spaku. Po ja mbylli, këto i bëri. Lapa është kryetari një partie. Po ç'lidhje ka Lapa mo? Ore fakt dolën qytetarët, nuk është se dolën. Po dolën pas se del kryetar, dalin kryetarët e partive thonë protestë të hënën, të denjten, të premten, të shtunën dhe dielën. Të protestë me orar për të vjel atë që është revolta e qytetarëve. Protesta është akt emocional në zotëri dashur. Nuk është protesta me orar. Protesta me orar është protestë politike. Dhe shumë drejt, sepse do japi Rama dorëheqjen se ja kërkon kryetari një partie tjetër politike. Çfarë logjike ka? Ndërkohë që jemi vetëm 8 muaj para zgjedhjeve. Mbas zgjedhjeve. Denis, unë po fola prapë dihet që është një parti që PD-ja e Berishës nuk motivon më, por ajo lajmin nesër janë këto partitë e reja ose 2 lider, le të themi se Alin Qori nuk ka ndryshuar nga linja normalisht që nuk do shkonte, po Agron Sheaj dhe Adriatik Lapaj, të cilët këta të dy me njëri tjetrin. Që janë gjyq nga ana tjetër janë gjyq për njëri tjetrin. Këta po korrigjojnë një gabim që bën për 9 nëntorin, që ishte gracka e madhe doktorit, nuk e di e bën qëllimisht ta përdore nga Berisha kjo. Bonus i dha doktori, i dha një kandidat. Pikërisht pra. Ajo ishte një gafe e madhe e tyre. Da kryeqytet, çdo bashkëpunim, ne po flasim tani për kontekstin ndërkombëtar. Çdo bashkëpunim i këtyre partive të reja që pretendojnë që janë ndryshe me Berishën do të sankcionohet nga faktori ndërkombëtar. Kështu e shoh unë. Dhe këto po përpiqen të korrigjojnë gabimin që bën me rastin e, si thua, çdo bashkëpunim do sanksionoj këto partitë vogla nga faktori ndërkombëtar. Nga faktori ndërkombëtar nëse bashkëpunojnë me Berishën, sepse Berisha ka këtë situatë që ka, nuk është ndonjë gjë e madhe tani për ta thënë.